për zgjedhjet dhe festën, e kam titulluar sonte Festa e zgjedhjeve, me që sipas të gjitha gjasave mirë, sipas të gjitha kalkulimeve, 28 dhjetori dhe 21 dhjetori, sidoqoftë të dyja datat të festës, janë datat për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Brenda burime, brenda lëvizjesve të vendosje dhe natyrisht burime të cilat mbesin në konfidencialitet, na thonë që brenda organizatës më të madhe politike aktualisht në vend është të ndodhur një debat i madh kryeministri dhe kryeministri aktual dhe kryetari i kësaj partie që insiston që seanca për qeverinë Konjufca të propozuar të mbahet në këtë të shtunë që i bien një ditë para zgjedhjeve të balotazhit dhe të cilat natyrisht do ta ulin gjasën që në një formë ose tjetër të ketë vota të mjaftueshme për ta votuar qeverinë Konjufca 1. Së qoftë do të shohim nëse brenda vetëvendosjes do të fitojë debati që kjo të shtyhet për javën e ardhshme dhe të jepet edhe pak mundësi diskutimi me deputet individual, me që tashmë mundësia një koalicioni që do të bënte vetëvendosje me ndonjën nga partitë është pamundësuar dhe është hedhur poshtë si mundësi. Flasim për mundësinë që të flitet me deputet veç e veç për t'i bërë gjatë një votat e mundshme për Konjufca 1. Së qoftë edhe kjo, nëse ndodh në këtë të shtunë, një ditë para balotazhit, do t'jetë bukur e pamundshme. Së qoftë, askush nuk e ka konfirmuar që do të ketë zyrtarisht në këtë të shtunë seancë të kuvendit ku do të votojë qeveria Konjufca, por do të shohim se si do të shkojë zhvillimi brenda lëvizjes vetëvendosje. Ajo çfarë kanë gabuar dhe vlerësohet tashmë si gabim i partive të tjera është që nuk e kanë nxjerrur një mandatar, qoftë edhe nga shoqëria civile, për një qeveri të unitetit siç e propozonte Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pastaj do ta vënte në dilemë presidentin Osmani nëse duhet ta mandatonte Konjufcën apo të propozuarin nga partitë të tjera. Kjo dhe shumë të tjera çështjet do të janë sonte pjesë e diskutimit këtu tek Adresa pas një debati të zjarrt që ju keni ndjekur në Politico ku ishte Mihail Bajqinovci, deputeti i lëvizjes vetëvendosje. Në ndërkohë do të nxjerr edhe citate të Bajqinovcit tek Politico me Kushtrim Sadikun për t'i komentuar bashkë me Blerim Gashin, i cili na rikthehet në Politico pas një kohe të gjatë.